dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot unë në këtë studio jam së bashku me një artist të ri, më saktë me një këngëtar që këndon në regjistrin e tenorit, por ka kaluar disa shkallë në ecurinë e tij artistike, megjithëse është vetëm 17 vjeç. Është fitues në konkursin Pjetër Gaci, një konkurs tashmë që prej 18 vitesh ka vullosur suksesin e tij dhe pjesëmarrjen në kategoritë të ndryshme, në një shtrirje të gjatë të pjesëmarrësve dhe të gjerë natyrisht, por Semiri është një nga fituesit e këtij konkursi në kategorinë E Kanto. Mirëmëngjes, mirë se erdhe në studion ton, Semir. Mirëmëngjes, falenderoj për ftesën. Ishte kënaqësi. Po, natyrisht të vish si një artist i ri, edhe për ne është freski në studio, apo jo? Me një mëngjes shkodran jemi së bashku me Semirin, që është një ndër fituesit e çmimit Pjetër Gaci në kategorinë E, ke fituar çmimin e dytë. Çfarë ishte për ty ky çmim? Në raport ishte një vlerësim i jashtëzakonshëm për mua, një vlerësim shumë i mirë për me mllon shtys për me vazhdu për rrugën e Kantos. Kur e kam marrë vesh se kam regjistru, jam përgatit shumë për me dalë sa më mirë, për lanë diçka sa më të mirë, për me neru familjen, shkollën, me përfaqësu, me neru vetin edhe me një shtys mjaft e mirë për rrugën që kam vazhdu. Sa bukur. Po mirë, si erdhi ky çmim tek ti kur u lançua emri yt, kur ti fitove, e prisja apo? Gjatë regjistrimit, se njëri prej nxënësve më ka regjistru. Shokëve tuaj? Po, shokëve mi. Pasi kam marru kënimin, kam marrë telefonin, kam shku me një gjuhë vetë për veshin tim që a do të jem fitus, as do të jem fitus. Edhe kam thonë, kam një shpresë mjaft mirë, e kam prit, si me thonë, e kam prit se do të marrë një çmim. Po, sa mirë është që të kesh besim tek vetja. Të kesh besim, bravo. Ajo ishte. Në fakt, ti me çfarë u paraqite në këtë konkurs? Unë paraqita me 2 këngë të huaja, O Sole Mio një kanconet dhe Caro Mio Ben një arë antike. Ishte vështirë si repertor për t'i realizuar? Si repertor, si vit i parë kanë qenë mjaft të vështira, por me punën dhe më kanë pëlqyer shumë për dhe se kam përzjell vetë, kanë qenë disa pjesë për me tregu vokalin që ke edhe, mu më kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Si pjesë. Një tenor i ri që ka dëshira jeme, po dëshira jeme gjithmonë nga kanë me kap notat në elë. Pas ta fate kam zgjell. Pas ta fate kam zgjell. Shumë bukur, po arja antike. Eko kanë shumë fund në Shina. Po, të futemi pak sa në Shina në këtë mëngjes, e di që është pak herë të këndosh, po gjithsesi disa motive na shkojnë për shtatë. Do të këndojmë pak Caro Mio Ben një pjesë të vogël. Po. Është pak vështirë mund, po stu në fakt po, do provojmë. Caro mio ben, credimi almen, senza di te languisce il cor. Caro mio ben, senza di te languisce il cor. Të lumë, Semir, ja që këto tinguj natyrisht na japin paksa adrenalin për të vazhduar bisedën tonë. Në fakt është një repertor që ti e ke zgjedhur, por që ky repertor është brenda asaj që ti mëson çdo ditë me mbështetjen e mësueses tënde të kantos, profesoresh Dianës. Këtë repertor pak si e kam zgjell vetë, se tu një gjuhë para se më hyrë në rrugën e Kantos, nuk e kam ditë në fakt si ka me vazhdu. Unë qysh në glasë gjarë që kam hitë e shkolla muzikë, kam vazhdu për kitar, edhe me noshe si është kantaja, nuk e kam ditë fakt fare. Kur kam hyrë në rrugën e Kantos, kam gjetë vetin një zakonisht mirë atë. Zysh Diana më kam shtetë shumë. Diana Bilali, më kam shtetë shumë. Në momentin kur tenori ose regjistri do të mu pasqyru, ajo më ka bo vokalizat, edhe
kam pasqyru nota shumë të alta. Ata më kanë dhënë një plus shumë të madh. Talent që më ka fali më zot, do të më mbështet, do të më stërvit. Edhe gjatë vokalicave më ka thonë këto janë pjesë mjaft vështira, por i meriton për me i bo, sepse janë tamam për regjistrin tanë, do të me pasqyru talentin, do të me pasqyru notat e nelta. Po, natyrisht. Që pak kush më të bojnë për shembull, nuk du për me ashtu veten, po pak kush më të bojnë. Që si viti parë, ka kanë një plus shumë i madh, ka kanë. Se mirë, në repertorin tënd ka dhe pjesë të tjera patjetër? Po, kam El Luceva la Stele, Caro mio ben, Sole mio, edhe këto 3 pjesë kam për si vjet, sepse ka që është repertori për si viti parë. Punon çdo ditë, si punon me vokalin? Punoj çdo ditë, nuk e las një ditë, sidomos mësimin e kantos, për çdo ditë pres, kam qefi imash me ba vokalicat, me shkute notat nelt, ma nej për seris pjesë, një herë, 2 herë, edhe që ose më thot mjaft sezoni është tu maru, dëshira jam është e madhe shumë për me vazhdu, shkoj në shtëpi, ma atë zonin krejt dobë nështë që që është limiti i funit, vazhdoj prapë deri sot mërzitem deri sot. Por mërzitem. Po, kujdes këshillat e mësueses mos sforcohesh. Atë më thot bo, por dëshira jam është e madhe. Pasioni është i madh. Gjithmonë me punë, kështu me punë arrihet. Apo jo. Mirë, përmendëm mësuesen tënde Diana Bilali, si mbështetësja kryesore, natyrisht nuk është e vetmja, apo jo. Me shtetët mua i kanë kanë edhe printe mi, ata më kanë dhënë krah për çdo gjë, ata më kanë fuar në rrugën e kantos, në rrugën e muzikës, në një moshë ndoshta kur jam kanë pak më i vogël, e kam ditë se ç'a është, më kanë mbështet në rrugën e saj, kanë gjetë profesorët më të mirë, më kanë gjetë këngë më të mira që më përshtaten, edhe pse nuk e kanë atë veshin tamam muzikor, e kanë pa talentin tim që do të vazhdojnë edhe kanë mbështet mjaft mirë. Se mirë, ti përmende që kisha dëshirë të futem në rrugën e kantos. Bëhet fjalë për gjithmonë për vokalin e ngritur, për vokalin e impostuar, por në fakt ti ke kënduar që i vogël, të kujtohet fillimet tuaja, dalja jote e parë në skenë. Dalja jeme e parë ka kanë tek shkolla ku kam vazhdu në rrës të shkolla sa Jakupi, fillimin e mia kanë kanë thjesht një klasë, qysh në klasë të parë kam vazhdu kam zbulu talentin tim, një profesor mjaft i nderuar Haxhi Dagani e përshnes, me disa nota thjeshta ka zbulu talentin tim, ka dhënë një këngë thjesht si ka kanë atëherë. Cila ka qenë ajo këngë? Qingji i vogël më nej tu vazhdu. Qingji i vogël. Po? Kam marrë pjesë në të festival të koncerti i shkollës, viti i parë ka kanë, si me thonë, thjesht për mu promovu, për 6 vite rresht, atë vetëm kam su qa është muzika, kam marrë pjesë në atë koncert, jam do mirë edhe me qmim, 2, parë, 3, tek 6 edicione, ma ne kam shkuat të bilbilat, dhe kur e mora vesh se kjo është një mjaft zbulova talentin tim, thash me vite shkolla muzikës, vazhdova klasën e 6. Të qëndrojmë këtu, sepse pjesëmarrjet tuaja në bilbilat dhe në aktivitetet e qendrës kulturore të fëmijëve kanë qenë jo të pakta. Ke kënduar këngë popullore, ke kënduar këngë të tjera për fëmijë. Të kujtohen? Kam kënuar tek bilbilat e shkollës së Ndojnë. Kam shku dalla aty, kam shku deri në gjysmëfinale. Por me pak eksperiencë kena pas, me thonë, s'po thamë si kam kenë mjeshtër këngëtar, thjesht një eksperiencë e vogël. Mirë, është një këngë që më ka tërhequr vëmendjen, sepse ti se mirë ke disa këngë në YouTube, i ke hedhur atje, si bilbilat në pranverë? Si bilbilat në pranverë, kam ba 2 këngë, mjetë manena, një këngë kam bërë me bujarin me mbështetje të prindërve normale, e kam hedhur në YouTube një videoklip i thjesht. Cila ka qenë kjo këngë? Është prit. Ka kanë një këngë për të gjitha ikonat e këngëtarët e Shkodrës, për humoristat e Shkodrës. Kanë mjaft. E kujton? Po mos e kujtoj. Është këngë mjaft
e prishme prej Po ta di shikuesve pak. mirë. Mirë, s'ka gjë. S'po më vjen ndërmend. Si bilbilat. Me këngë popullore jam këngët e para që kam vazhdu me kënu kanë kënë parat këngë popullore kam kënu bishtalecet palën palë që ka kënë një kolazh muzikor Po. Si bylbëlat në pranver gjithë çfarë kanë shtinis me kënu Si bylbëlat në pranver gjithë çfarë kanë shtinis me kënu Por si soci has një herë këngët huja mi ke kënu Mi ke kënu Bravo, bravo, Semir. E shikon që mundësia i postimit i ka dhënë ngjyrim tjetër këngëve. I ke kënduar ndryshe atëherë me zë gjoksi? Normale, me zë gjoksi, në postimi ka një mu shumë. Alas është kriju taman si që duhet, por me kalimin e kohës është thjesht viti i parë. Edhe ti ke besim tek puna jote? Besim shumë, për menimin tim kam arrit shumë për vit parë si jam. Edhe më thonë fakt, nuk është se pa tham vetë, por më thonë profesorët edhe. Të kesh vetë besim është një vërtet një armë e mirë, vetë besimi, por dhe puna e vazhdueshme, apo jo? Po. Se mirë. Mirë, ti si një djalë që ke shumë interesa, ke edhe interesa sportive, të përshëndes për këtë, apo jo? Do më tregosh pak sa? Si çdo adoleshent, si çdo fëmijë tjetër, më ka pëlqyer sporti jashtëzakonisht shumë. Atë kam vazhdu para muzikës. Kam kena në klub, kam bërë turë në Itali gjithkohë. Në çfarë sporti? Në futboll, po. Futboll, po. Kena ngrit trofe, edhe aty kam pas, si me thonë, talent, por nuk e vazhdova. Me cilën skuadër? Me Atletik Klub Shkodra, që është e kondërshu dhe që emrin ka dhe dori kur jam genën. Po. Ka kënë një eksperiencë mjaftë e mirë për mu, nuk dhe arraj korë, shok, profesorat, dore që kam bërë gjatë gjithë kohës, edhe aty, ma shta mundësia me kënu. Ashtu, një futbolist që këndon. Po, një futbolist që këndon. Por, kur njofta me muzikën, studimet për muzikën, kanë dhënë një shtys për më shumë më vazhdu për muzikën. Tani e vazhdon futbollin? Ja, e kam lënë qysh se kam kalu tek muzika. E po, sportin o arti. Sportin o arti, nuk ishte pa mujtë me bëhat e dyja. Nuk është se e kam lënë si me dhënë totalisht se luajmë shok me gjithë, e kupton? E kuptoj, por nuk je më profesionist. Por jo sikur profesionist me skuadra me kështu, ja. Po gjithsesi mbetet një eksperiencë e bukur. Mbetet një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur. Turet që kam bë, mbetet një eksperiencë e bukur. Kitara është një tjetër element i bukur tek ecuria jote artistike. Unë të shoh me kitarë, ti që në klasën e 6 e ke marrë këtë instrument, si je afruar drejt për muzikantin instrumenti është një plus, nuk je muzikant, pos dite një instrument, pos dite me shoqnu vetin, pos akordet. Them që nuk jam as një profesionist, por nuk është se mes atë, është një instrument mjaft i bukur, pavarësisht se kam vazhdu për kanto, nimoj veti me kënu me zot gjoksit me te, nimoj veti me kënu këngë të thjeshta, këngë të knaqi familjen me te, shokët. Po kjo nuk është thjesht një pasion, ti e ke mësuar në shkollë? E kam mësuar në shkollë, po, sikur nuk e kam ditë qëfar, s'kam pas një hori, por më ka ecë mirë, kam kënë mirë me nota në provimet e gitarës, nuk e kam lanë pas. Edhe pse ka kënë thjesht si një kalim për me kalu tek zoni, për tek kantoja, ka kënë mjaft plus profesor Areskoni, falenderoj për shtysen që më ka lanë edhe në gitarë. Po ti ke dalë edhe në koncerte me kitarë? Kam dalë në sektorin e gitarë të shkolla muzikës në koncerte, po. Kam dalë me disa pjesë klasike. Çfarë shtyse të japin këto dalje në skenë?
qoftë me instrument, qoftë si këngëtar? Më japin shtys të madhe në fakt, më japin shtys të madhe për vazhdimin të shkollës, për vazhdimin çdo gjëje, si me thonë që kam vazhdu për këndo, janë provat moja. Si mirë... Nga dal nga skenat vogla me kalu tek skenat më të mëdha për çdo gjë. Po, si mirë, ditët e fundit ke patur një tjetër sukses, atë të paraqitjes në festival Pranvera Fest 2019. Ajo që më ka bërë përshtypje është pjesëmarrja e të rinjve dhe e kompozitorëve që kanë shkruar për moshën rinore. Si e ndjerë gjatë këtij koncerti, këtij festivali? Kam pa vitet që ka kalu 2018 për shembull, kam pa Pranvera Fest, kam shku me njek edhe kam kanë disa këngë mjaft bukra edhe thash edhe vetë me veti, pa vazhdoj, pa baj këngë, me që i profesorët e mi më shtesin, pa baj këngë. Kam shku, kam fol me profesor Aresin, më kam shtet direkt, më ka thonë po, falenderoj profesorit jonin që është marrë me regjistrimin, me mbështetjet e me. Këtë këngë e kompozove vetë, apo... Ja, me nimen e profesorave kam kompozu, i kam lanë motivet për shembull, du këngë të lehtë, pak notat e nelta, pak notat poshtë, edhe po ka kënë e arritën të më përmeni. Kënga e profesor Arestit të ka shkuar mjaft mirë, është i këngë muzikës së lehtë? Po, tek muzika lehtë, tek baladat. Titullohet? Brenda Meti. Brenda Meje. Jo Mosaro. Brenda Meti është refereni, jo Mosaro. Po. Ti këtë këngë ke kënduar me shumë pasion? Me shumë pasion, sepse jam përballë me disa këngëtarë që janë shumë më të mirë se unë, kanë ngalu shumë më shumë se unë. Kolegët mi, shoqet mi jam më thejme, se ma tham kolegë gala, edhe ka kenë një përballje mjaft e mirë, mjaft bukur, për publikun, mu paraqit ndryshe, jo vetëm... Atë festival e fitoi një shok klasë dje. Që quhet Alice Kallaçi. Por ka qenë vërtet një garë e këndshme. Një garë e këndshme, po, por mund të them tek dhënia pikëve ndoshta edhe për mendimin e jurisë dhe jo të jurisë, po të profesorëve, ka qenë më mirë me vlerësu njëri tjetrin për më mësu, për me dhënë cila këngë është, për me njoft ne cila këngë është më e bukur. Por për mendimin tem kishe thonë, sepse kur janë shokë e shoqe, ndryshe është me kenë që nuk i njofim, por kur janë shokë e shoqe, për shembull, mjallon njerit, mjallon tjetrit, i me teatri, është ndoshta dhe nuk e kanë problem fare, por kishe thonë më mirë me juri, për me po këngën më të mirë, këngën, por ka shku mirë, shkoj mirë. Edhe Lorenza Prençi ka fituar një çmim aty, këngëtare shumë e mirë, apo jo, një këngë të bukur. E kam në klasë, po këngëtare shumë e mirë, mjaft e mirë. Qa më të them, ka marrë një këngë të drejtorit profesorit Antonit, ka e të mirë, me tekst të Lindita Halilit, profesoreshës. Dhe kjo ishte një bashkëpunim i bukur i mësuesve dhe nxënësve të shkollës artistike për një Jakova, të cilët... Po, një lidhje mjaft e mirë, sikurse jo vetëm në mësimdhënie, por edhe në festivale me ta. Si funksionon, si të duket se funksionon mësimi dhe skena në shkollën tuaj? Mësimi dhe skena, ndryshe jena në mësim, për shembull ndryshe jena në skenë, krejt tjetër, për mendimin tem, bojmë muhabetet që kena në skenë, i bojmë te klasa në skenë. Pra është një bashkëveprim. Mirë, ti ke kënduar një këngë të muzikës së lehtë, të cilën patjetër që një motiv do të na sjellësh. Po, do ta një motiv. Ndoshta të vura në siklet pak sa se është mëngjes, është mëngjes, po, s'është problem. Brenda me ti je gjithmonë aty, dashuri trego ma ke, ti më shiko në sy. Fati s'deshit ishim një, fati hynë zemër thy, një dëshirë një marëzi, na shkallmoj ne të dy. Jo zemër jo ti mos haro, dashurin të mos haro, je si dielli që më ngro. Mos haro, jo zemër jo ti mos haro, dashurin të mos haro. Mos haro, jo mos haro.
Është një motiv shumë i bukur, sidomos refreni mua vërtet më ka ngjallur Ka një melodë mjaft e bukur. kënaqësi. Është të kem një projekt me bos si videoklip, por alo s'ka menu. Akoma. Thjesht një mendim. Mirë, gjatë kësaj bisede ne jemi ndalur në 3 aspekte. Në arjen antike, që ti e këndove me zë të impostuar, po ashtu këndove edhe këngën popullore, si bilbilat në pranverë, ndërsa me një postim krejt tjetër kalove tek muzika lehtë. Cila është për ty fusha që të pëlqen më shumë në interpretim? Fusha edhe do ta them gjatë gjithë kohës, ndoshta nuk e kam ditë, por që se kam vazhduar për kanto, unë më pëlqen jashtëzakonisht këngë me impostim. Orjet antike, pjesë të vështira, kam gjetë veten aty. Më pëlqen kjo kantoja sepse është diçka që nuk mund ta bëjnë gjithkush. Nuk pa fy asken, pa thon askujt. Ndoshta janë shumë bukur në zonë gjoksit në muzikë e lehta, por nuk i preferoj shumë. Nuk do t'i lëm as, por si profilizim. Tani që do të vazhdoj tek rruga kanos. Po. Me çfarë intensiteti po punon për ta kurorzuar me sukses pikërisht këtë periudhë që ke? Çdo ditë punoj me orë të gjata deri sa merret zoni ku nuk kam forcë me punu mo. Kaq mund të them, s'mund të mo, deri sa nuk kam zonë mo. Po mirë, mësuesja të ka porositur të mos forcohet. Mësuesja, por nuk na lën, nuk më pengon. Se dallon shef që nuk njerëzit në shtëpi kënaqen kur të dëgjojnë nga dhoma tjetër që ti jo nga dhoma, po nga lagja tjetër. Nga lagja. Përshëndetje. Rezonimi është mjaft i madh, nga lagja tjetër një gjuhët. Shumë mirë. Mirë, natyrisht që do të uroj gjithmonë sukses dhe ky çmim në konkursin Pjetër Gaci qoftë një augur i mirë, një shkallë e mirë e fortë që ti të vazhdosh me sukses rrugën tënde të kantos, por natyrisht duke marrë të gjithë ato jo thjesht kënaqësi, por të gjithë ato mundësi që t'jep studimi i muzikës në të gjitha parametrat, qoftë në formimin kulturor, qoftë në studimin e her pas here të shkallëve të ndryshme të vështirësive, dhe me qenë se je në vitin e parë, kjo ka qenë një gjë mjaft e mirë dhe pozitive. Ndjehesh mirë? Jashtëzakonisht mirë. Ke ndonjë projekt tjetër artistik përveç mbarimit të vitit shkollor? Kam sa gjë në fund që është funi mo me mujt me marru, me pas mundësi me marru krejt mirë. Ton vitin shkollor me kry taman, me marrë një notë kënaqshme për të ton. Por them që do të ketë ashtë edhe një konkurs në Tiranë, patjetër që nuk do ta lë pa ma pjesë aty. Një konkurs për këngëtarët. Për këngëtarët. Të uroj sukses dhe nëse do fitosh, patjetër që do t'jesh i ftuar i im këtu. Është kënaqësi kur kontakton me artistë të rinj që kanë besim tek vetja. Është një gjë shumë e mirë dhe që punojnë pa rreshtur për t'ia mbritur. Por nuk provove, nuk del asgjë, pas provove sikur edhe dështim do të më marr për mësim, edhe dështimin që ushte gjuse që jo, por do të më marr për mësim. Pas provimi është i mirë, provat janë të mira, konkurset janë të mira për me dallu nivelin tën ku je, dhe çdo gjë tonë janë shumë mirë konkurse. Është një përballje. Po një përballje mjaft e mirë. Dhe në jetë njeriu duhet të përballet. Po. Është vetëm 17 vjeç Semir Hoxha këtu në studion Mirëmëngjes Shkodër, një ndër këngëtarët e regjistrit tenor që në konkursin Pjetër Gaci rrëmbeu një çmim që patjetër i ka dhënë krah, i ka dhënë besim, dhe që punon çdo ditë jo vetëm për ta mbajtur, por edhe për të vijuar më tej me cilësi të reja artistike dhe për të realizuar ëndrrën e tij. Të jetë një këngëtar i muzikës së ngritur, i muzikës vokale, që të ketë natyrisht ecuri të mirë në jetën e tij. Faleminderit shumë Semir që ishe. Faleminderit ne që ishte jemi. Dhe sinqerisht uroj gjithmonë rrugë ngjitje në pasionin tënd kanton.
dhe muzikën. Kalofsh mirë këtë vit, por edhe në konkurse. Faleminderit. Faleminderit ty.